Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 31 mars të 2025. Duket se jemi në fund të muajit dhe ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me çështjet madhore, me çështjet të rëndësishme, është diçka që jo vetëm se është mundësia dhe çështjet e rëndësishme, por kemi të bëjmë me një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet financiare. Fundi i muajit, fillimi i javës të muajit prill. Po të shikoni me kujdes, ndonjëherë qëllon një herë në disa vite që ky ndikim jep mundësi dhe rëndësi nëse do ta kuptojmë. Shikoni datën 31. 31 është dita e fundit e marsit. Dhe fillon dita e hënë për muajin që vjen. Pra na paralajmëron që neve t'jemi sa më të qartë, sa më të saktë në atë që duam të bëjmë dhe të ecim përpara. Mundësitë që janë të mëdha dhe vendimet që mund të marrim në një farë mënyre tani kemi të gjithë mundësitë, kemi të gjithë gjërat që t'i vëmë përpara dhe të arrijmë atë ku neve duam, por gjithsesi është një moment tani që dita e sotme, e datës 31 të ditës së hënë, javë të mbar ju uroj dhe ka për të qenë sepse niset dhe ndryshimi që do të kemi, ndryshime të mëdha që vijnë në këtë drejtim, ku është një moment shumë pozitiv dhe mjaft ideal. Duke pasur parasysh momentet që ndodhin fenomenet dhe koha ku kemi ndikimin e hënës, sepse hëna ditën e sotme që ndodhet në shenjën e demit, ndodhet në një shenjë toke, ku thot që parapregatitja, mundësitë që na jepen të shfrytëzojmë për të mirë. Dhe pse jo e kemi këtë mundësi, ku na jepet këtë mundësi, mund ta shfrytëzojmë. Por në anën tjetër kemi edhe ndikimet e planeteve ku kemi diellin në dash, kemi hënën në dem, kemi mërkurin në peshk, kemi Afroditën në peshk, kemi Marsin në gafore, kemi Jupiterin në binjak, kemi Neptunin në peshk, kemi Uranin në dem, ku na jep dhe disa lajme shumë të mira. Kemi Neptunin në dash, ku mundësit na japin dhe ndryshime që do të kemi. Kemi Plutonin në ujor dhe ndikimi i mundësive të mëdha që ndodh tani tutje, ku është një moment shumë pozitiv. Duke pasur parasysh momentet dhe kohën e duhur për të nisur dhe marrë vendime të rëndësishme. Shenjat që përfitojnë në këtë ditë, këtë fund të muaj, janë shenjat e ajrit dhe shenjat e tokës. Shenjat e ajrit ka një ndikim shumë të madh, sepse mundësitë që ju jepen në kohën e duhur, siç kemi me binjakët, siç kemi me peshorët, siç kemi ujorët, pra janë shenja ajri ku ndryshojnë shumë gjëra nga tani e tutje, ku do na jepet mundësi që neve të zgjidhim çështje problematike. Kemi gjithashtu shenjat e tokës, siç ka të bëjnë demi. Dhe demi në Iran ka një moment dhe një kohë shumë të përshtatshme në fushën e biznesit dhe rritjen e detyrë, siç kemi ndikimin e mundësive që është Virgjëresha, ku Virgjëresha, ndikimet që kanë bëjnë tek Virgjëresha, jepet një mundësi plus në anën e financave dhe pse jo në një udhëtim shumë të rëndësishëm ekonomik. Kemi Britsjapin, edhe diçka të dytë, ku ndryshojnë shumë gjëra në moment, çështje kyçore e fitojnë Britsjapët, çështje pasure paluajshme, ndërhyrje nga më të ndryshmet. Drejtësi nuk ka lumaj që ka, juve të shenjës tokës e keni, dhe unë ju uroj me gjithë shpirt që juve të dilni fitimtar, sepse keni vuajtur shumë shenjat e tokës, to 3 shenjë sapo thash, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me punën, siç janë Britsjapët, Virgjëresha dhe demi. Pra jashtëmas edhe të shenjat e ajrit, por tani dilni mbi sipërfaqe dhe është koha juaj, momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Por